Zoti Basha, keni rënë shumë në sy, thuat në kuptimin e mirë të fjalës, me këtë ping-pongun e rrjeteve sociale me Rama. Do të thënë, ai të kërkon, ti replikon. Po është tamam një ping-pong i çuditshëm. Ka një ndezje të një dashurie të vjetër që nga 2017, apo është diçka e re që po ndodh? Dashuritë e vjetra, zoti Zhej, të zotit Rama mund të jenë diku tjetër, apo jo? Dashuri politike. Dashuria politike e zotit Rama, njërin e ka etiketuar si shpend, tjetrin e ka paketuar të 313, shok të tjeri ka quar sa 313 të Durrësi, dihet fare mirë që marrëdhënia ime me kryeministrin aktual ka qenë dhe vazhdon të mbetet të jetë thepisur. Ju kujtoj vetëm 2 fakte për cilat mediat kanë bërë raportimet plota. Njëri për tyre është një skandal i përmasave botërore, i rikthyer në vëmendje të administratës aktuale të presidentit Trump, që është skandali Charles McGonigal, drejtorit kundër zbulimit të FBI-s zyra New Yorkut, që u korruptua për të goditur sipas dokumenteve tashmë gjyqësore amerikane dhe raportimeve të kahershme të New York Times për të goditur Lulzim Bashën e rivalin për kryeministër. Tjetra pastaj, me që përmendet 2017, daton edhe më herët, janë 50 milion mesazhe, jo 5 milion, 50 milion mesazhe të paguara për publicitet negativ, për goditje për mesazhe negative ndaj meje. Përmendat këto 2 fakte sepse janë shumë, nuk ka dashuri zoti Rama për ata që i konsideron konkurrent, dashurinë e ka për ata me cilët mban pushtet.